Janë shkaktuar nga pakujdesia, por edhe nga intervenimet në rrjetin elektrik. Shpërthimet në objekte kolektive ndërlidhen gjithmonë me faktorin e ri. Raportet zyrtare të inspektorëve të hetimit të zjarrit, policisë dhe prokurorisë zbulojnë se pjesa më e madhe e zjarreve në komplekset e banimit nuk janë aksidentet e natyrës. Ato janë pasojë drejt për drejt e ndërhyrjeve të paautorizuara në instalimet elektrike dhe mbi ngarkesës ekstreme që i bëhet rrjetit. Kur këto ndërhyrje kryen nga persona pa asnjë kualifikim dhe jashtë çdo standardi inxhinierik, sistemet kolektive të orëve të rrymes thjesht shpërthejnë duke rrezikuar banorët dhe duke shkaktuar dëme që kapin vlerat e qindra mijëra eurove. Rastet më të përfolura kohëve të fundit, sikurse zjarrit e banesat e njohura si të arabëve në Prishtinë, apo shpërthimet e fundit në restorante dhe objekte private, ndajnë të njëjtën zanafill, pakujdesinë qytetare dhe punimet jo profesionale. Tash duhet të pranojmë një gjë që është faktike, edhe sipas hulumtimeve dhe sipas hetimeve që janë bërë nga inspektorët e hetimit të zjarrit, por edhe nga policia dhe prokuroria. Pjesa, të them, 99% e zjarreve që janë shkaktuar në banesat kolektive janë shkaktuar nga pakujdesia, por edhe nga intervenimet në rrjetin elektrik. Tash padoshte periodikoj rasti për rastit. Rastet që ne i kemi trajtuar janë disa raste më të mëdha, që vlen të përmenden, për fat të keq jo për të mirë, por për shkak të dëmeve dhe edhe pasojave që kanë lënë, është rasti i banesave të quajtura banesat e arabëve, që ka qenë një rast shumë më kompleks dhe rast shumë i madh. Hetimi është përfunduar dhe policia është duke u marrë me këtë aspekt, domethënë të zbardhjes së rastit, por është parë që sipas gjitha gjë, se prapë them, pa dashur të periodikoj dhe t'ja lë ta marr të them përgjegjësinë, aty dyshimet kanë dërguar deri te rrjeti elektrik. Realisht shpërthimet në objekte kolektive ndërlidhen gjithmonë me faktorin e ri. Është si pasojë e punimeve jo profesionale të instalimeve elektrike, mund të vjen si pasojë pajisjeve të vjetra të elektrike, vjetruara me defekte, mund të vjen si pasojë harresës të në kuzhina që kanë pajisje elektrike që i përdorin si shpërthetat elektrik, varjat e yndyrnat e tjera, qirinit e këto janë faktorë që mund me ndiku të shkaktori i zjarrit. Personat e paautorizuar të cilët punojnë në instalimet elektrike, ato mund të përfundojnë me pasoja në pasuritë që i kemë, për shembull mund të shkaktojë një zjarr. Për shembull se një person i paautorizuar ose një person i cili nuk ka njohuri për instalime elektrike, ai mund të paraqitet defektet deri te vendosja deri te vënia e zjarrit në një objekti.